Dhe unë besoj që gjitha ju që jeni këtu sot, ashtu si të gjithë të tjerët që ndjekin në të përditshmën e vetë këtë përballje, këtë ballafaqim, jeni sot të habitura nga fakti që janë paguar 6 milion euro. Është bërë një kontratë 6 milion euro, thuhet nga Patriot, ju kujtohet që dhe herën e kaluar Luli Shkret për 500.000 u bë leck. Edhe ai kështu tha, u mblodhen ca Patriot, po 6 milion euro për të hequr damkën e një personi non grata janë vërtet shumë për të mos bërë pyetjen ku u gjetën gjitha ato para. Dhe si mundet që thjesht dhe vetëm për hallin e një njeriu të paguhen më shumë para se sa çfarë shteti shqiptar jep për të gjitha partitë politike të marrës bashku. Pastaj është edhe pak e çuditshme kur mendon që Nena u tha se sa të vinte Trumpi do ikte në ngrata. Tani u dashkan edhe 6 milion euro me shpresën që do iki në ngrata. Por edhe sikur të rri dhe sikur të iki, kjo nuk është çështja më e shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe të shqiptareve që janë sot në një moment historik